Përshëndetje, sot do fillojmë dhe të flasim për 5 pikat e shërimit të xhelozisë. Pra, në rritjen shpirtërore është diçka e jashtëzakonshme kur ne kalojmë nga xhelozia tek admirimi. Pra, kalojmë nga faza ku nuk ka mjaftueshëm në fazën ku ka gjithçka për të gjithë. Ja 5 pikat ku do kalojmë nga njëra fazë në tjetrën. Pra, e para është efekti pasqyrë. Nëse ne xhelozojmë një person i cili ka vetbesim, kjo tregon që brenda potencialit ton është e njëjta dëshirë, i njëjti vetbesim dhe i njëjti qëllim. Por është si fara e një lule, ku ne akoma nuk e kemi ujitur sa duhet. 2. Bekimi asaj që ti dëshiron. Pra, nëse ne ndjejmë pickimet e xhelozisë në një person të suksesshëm, mjafton që ne ta bekojmë dhe kjo lidhet me ligjin e tërheqjes. Sa herë që ne e kuptojmë, bekojmë të tjerët për suksesin e tyre, ne i themi universit, jam gati që dhe unë të kem një sukses të tillë. 3. Vendosja tek bollëku. Fakti na tregon që jeta, nëse ndjejmë xhelozi, na duket si një picë e madhe ku dikush po merr copën më të madhe dhe për ne ngelet pak. Por në të vërtetë, jeta është si oqeani. Pra, ai që ka mbushur kovën i pari, kalon mjaftueshëm për të gjithë. Oqeani është plot. 4. Pyetje transformuese. Gjithmonë pyete veten si e bëri. Pra, këtu kemi kalimin nga xhelozia në kuriozitet. Dhe sa më kurioz të jemi për teknikat, formën dhe suksesin e tjetrit, aq më afër jemi suksesit ton dhe i themi mirë se vjen. Dhe 5. Kultivimi i vetbesimit. Sa më shumë që ti të kesh vetbesim dhe vetvlerësim, këtu mbaron xhelozia dhe krahasimi me të tjerët. Askush në botë nuk mund ta bëjë rolin tënd më mirë se ti vetë. Pra ti je unik. Që ta shërojmë xhelozin, do ju sugjeroja një ushtrim. Gjej 3 gjëra për të cilat ti i ke dhe ndjehesh i sigurt dhe i vlerësuar me to. Për shembull, të qeshurën tënde, të folurën tënde, atletët e tua të preferuara. Pra këto 3 gjëra do të motivojnë që ti të kalosh në një hap më lart. Xhelozia është një energji të kurse dhe sa më gjatë ta mbajmë, aq më shumë të kurrim suksesin dhe veten tonë. Pra, admirimi është energji e cila i përket secilit. Prandaj, zgjidhe me vëmendje atë që është më e mira për ty.